Banorët dhe pronarët e bizneseve në rrugën Tirana, e njohur ndryshe si Tranziti në Xhakov, kanë shprehur sot shqetësimet e tyre lidhur me punimet që po zhvillohen në këtë zonë. Ata u mblodhen në objektin e kuvendit komunal, duke kërkuar zgjidhje për vështirësi që sipas tyre po u pamundësojnë lëvizjen e përditshme dhe po ndikojnë negativisht në aktivitetin e bizneseve. Sipas banorëve, trotuarët e bllokuara dhe mungesa qasjes së sigurt për këmbësorët po e bëjnë të vështirë qarkullimin. Kam një parcel në rrugën Tranzit, 1 hektar 30 diçka ari. Me punimet në rrugën Tranzit, rruga që po drejtohet, po punohet, mu është mohu e drejta e kyçesh në rrugë Tranzite. Na posedojmë kompani shërbime publike, ku kemi edhe licencë edhe leje për atë punë. Edhe mu kam bllokuar rruga, nuk kemi të mujtë me kalu. Shqetësimi i dytë është drejtorisë për infrastrukturë dhe sektorit të infrastrukturës rrugore e kom paraqit me shkrim me datën 9/6/2026 deri më sot kërkush nuk na ka thirrë as më kanë informuar kur gjë. Jo. Kërkesa e dytë që e kom parashtruar Inspektoratit për Shërbime Publike me datën 19/6/2026 kërkush nuk ka ardhur me na vetë shka e ka lëp, shka u bo, shka s'u bo. Na sot kem dalë këtu me këta kujshite me, ose banorët e lagjës, Tranzit e Tirana, që nuk është mohu e drejta pish me dalë në rrugë Tranzit, rrugë kryesore. I kanë mu do buzor, s'mundesh me kalu kom, që pishin edhe vetë kërkur suar sot pi komunës. Banorët nuk kanë arritur të takohen me zyrtarët përgjegjës për këtë çështje. Ata u shprehen se do të vazhdojnë të paraqesin ankesat e tyre dhe të kërkojnë një takim zyrtar me institucionet komunale për të marrë sqarime lidhur me afatet dhe mënyrën e realizimit të punimeve. Ndërkohë, përgjatë rrugës Tranziti, vërehen këmbësorë që për shkak të trotuarëve të papërdorshme detyrohen të ecin në rrugë kryesore, duke rritur rrezikun për sigurinë e tyre. Banorët kërkojnë që punimet të përfundojnë sa më shpejt dhe të krijohen kushte për lëvizje të sigurt deri në përfundimin e plotë të projektit.